në këtë aspekt. Pra edhe Rusia në këtë aspekt nuk po merr asnjë hap për të ndërprerë genocidin në Gaza, genocidin izraelit atje. Ndoshta për hesabet veta duke qenë se ndodhet në një luftë tjetër, një përplasje tjetër me Perëndimin, aktualisht në Ukrainë, edhe çështjet veta ideologjike në përplasje me Bashkimin Evropian, dhe ndoshta ka zgjedhur këtë rrugën e njohjes me dyshtet, po edhe kjo njohje me rrugën e dyshtet. Pra edhe Rusia është në të njëjtën rast si Bashkimi Evropian, në rast se Rusia nuk ndërmerr një hap diplomatik, pra të pastër, një presion diplomatik e tërheqjes së ambasadorit në rast se nuk kthehen, sepse këtu kemi këta njohin dakord thonë të gjithë njohje me dy shtete, por ama askush nuk flet për refugjatët palestinezë të cilët janë përzënë nga territoret e tyre nga dy shtetet që ndodhen në Jordani, në Egjipt, në Siri, dhe në Liban. Pra edhe në këtë njohje që është bashkë, nuk flitet për kthimin e tyre. Prandaj mungon fjala sovran, sepse në rast do thoshim shtetin sovran, në kufit e 67-s, do të thonë që këta dhe duhet për ta mbushur këtë, duhet të kthehen ata refugjat që janë përzënë nga këta kufi, nga këto territoret marra. Por këtu nuk flitet askund për kthimin e këtyre refugjatëve. Pra edhe Rusia në këtë aspekt është së bashku me këto shtetet në këtë ide, ndërkohë që aktualisht neve në Palestinë dhe në Izrael, aktualisht realisht që ka vetëm një shtet. Aktualisht atje ekziston vetëm shteti izraelit. Pasi shteti Izraelit kontrollon gjithçka që hyn edhe del, qoftë nga ana njerëzore, qoftë nga ana materiale, në këto enklava, sepse këto quhen në të gjitha këto territoret që atë territoret palestineze të cilat ata i kanë rrethuar me mure dhe me gardh me gjemba. Pra ata kanë krijuar një apartheid dhe këta apartheid e menaxhojnë ata. Dhe për të menaxhuar apartheidin, çka kanë bërë? Të njëjtën gjë për të menaxhuar i vetmi apartheid i cili ju doli aty jashtë kontrollit është Gaza, sepse Gazën e menaxhonte Hamasi dhe ata nuk e kishin në kontroll Hamasin. Ndërsa pjesën tjetër të Palestinës, pra bregun perëndimor, e menaxhon autoriteti palestinez në bashkëpunim me Izraelin. Pra autoriteti palestinez është autoritet ku i sling sot në vrimtari me Izraelin, në menaxhimin e këtyre. Pra është njëjta gjë që bënte në rast se e mbani mend gjatë luftës së dytë botërore, pra e mbani mend ato që kemi lexuar se nuk kemi jetuar atë, por gjatë luftës së dytë botërore në të gjitha getot që Gjermania naziste ndërtoi në Poloni dhe në vende të tjera ku kishte çifut, atëherë menaxhimin e këtyre ghetove brenda tyre e bënin vetë çifutët. Pra ju ala atyre me një grup njerëzish që i zgjidhte Gjermania dhe ata bënin menaxhimin brenda getos, pra nuk e bënte Gjermania menaxhimin brenda getos. Derisa i pastroi etnikisht totalisht. Një të gjë po bën edhe Izraelit. Pike për pe po kopjon Gjermani naziste, pra ka krijuar geto, ju lejon atyre menaxhimin e brendshëm derisa do vite zhdukja atyre, gjë që e ka deklaruar disa herë që do t'i zhdukin. Pra me aneksimin e West Bankut, po do dalin dhe te West Banku dritan, po ndërkohë Ursula von der Leyen ka thënë që do ndërtojmë një Palestine Donor Group, një grup donatorësh, sepse nga pikpamja jonë çdo shtet i ardhshëm palestinez duhet të jetë një shtet domethënë i fortë nga pikpamja apo që të vetë mbahet nga pikpamja ekonomike. Dhe ne thot do të ndërtojmë një instrument të dedikuar për rikonstruksionin e Gazës. Pra, a mos do vinë më vonë këto vendime për cilat po flasim? Jo, sot jemi vetëm tek shpallja, pastaj shpallja do të prodhojë edhe. Unë nuk besoj që shpallja do të prodhojë. Çfarë do veprimtaria që këta bëjnë? Pra, ndihma ekonomike që ata ose ky mekanizmi ekonomik që ata duan ndërtojnë për ndërtimin e Gazës, ndërtimin e atyre pjesëve të bregut perëndimor, të cilat janë shkatërruar dhe po shkatërrohen, nuk përfshin asgjë pra kthimin e këtyre territoreve. Sot kjo Ursula von der Leyen, e cila është kryetare e Komisionit Evropian, në radhë të parë duhet të kërkonte Izraelit ndalimin total të aneksimit të territoreve në bregun perëndimor. Pra ajo nuk e ka kërkuar këtë. Ajo thotë ne do ndërtojmë një mekanizëm për të ndihmuar ekonomikisht nesër këtë shtetin e Palestinës. Po ky shtet i Palestinës ka nevojë për kufi një. Ka nevojë që këto kufit mos ia prekësh të shtetit e Palestinës. Çfarë do ndodhi nesër me të gjitha enklavat që izraelitët në rast se vjetneve gjatë misionit të vjetshme kemi diskutuar në rast që në qershor të po këtij viti, në fillim të qershorit, parlamenti izraelit vendosi për ndërtimin e diku rreth 37 enklava të reja në bregun perëndimor. Po. Pra, në ndërtimin e këtyre enklavave, a kemi ndonjë reagim Bashkimit Evropian se sa i Ursula von der Leyen? Zero është reagimi. Zero i atëhershëm, zero është edhe sot. Pra sot që ky Bashkim Evropian vendosi ta njohë këtë Palestinë, sot duhet thoshte stop ndalimin totalisht të ndërtyre enklavave.
Pra këto enklava po vazhdojnë të ndërtohen. Ideja, ajo që kemi diskutuar dritan shpesh është që ky reagim erdhi për shkak të vendimit parlamentit izraelit për ta aneksuar. Po në rast se reagimi është për të mbuluar paaftësinë dhe pamundësinë e tyre për të ndaluar genocidin dhe për të ndaluar pastrimin etnik të Palestinës. Pra kemi një shtet, po njohim një shtet pa kufi. Të njohësh një shtet pa kufi është një absurditet. E qartë. Ndërkohë, regjia, atë hartën e Commonwealthit britanik, të lutem se kam kuriozitet dritan. Tani, ajo që dua dhe besoj shumë qytetarë që po na ndjekin është të kuptojnë, domethënë, çfarë është West Bank dhe kjo quhet bregu perëndimor. Po, sepse bëhet llaf për lumin Jordan. Po. Pra dhe Izraeli, shiko, ideja supremaciste e Izraelit është nga deti deri te lumi. Po. Që në hartë i bie? Po, i bie lumi Jordan, i cili janë. Dhe kjo pjesë këtu është bregu perëndimor i lumit Jordan. Prandaj quhet bregu perëndimor. Jeruzalemi ku është këtu dritan? Jeruzalemi duhet të jetë diku këtu. Këtu. Pra Jeruzalemi është këtu dhe Jeruzalemi është parashikuar në këtë jo parashikuar, po në 67-ën, pra në marrëveshjen e Oslot të 67, në marrëveshjen në 67-ën është përcaktuar që Jeruzalemi do të jetë kryeqytet i Palestinës. Po jo gjithë Jeruzalemi. Jeruzalemi perëndimor. Dhe Jeruzalemi lindor. Pra Jeruzalemi lindor do të jenë kryeqyteti i Palestinës. Pra ndahet Jeruzalemi, po sot Jeruzalemi nga atëherë sot Jeruzalemi pothuajse është boshatisur nga palestinezët. Në rast se atëherë kur bëhej llaf, pra edhe në 88-ën kur e pranoi Yasser Arafati këtë shtetin e Palestinës, po Jeruzalemi ishte 68% me palestinezë. Sot Jeruzalemi i ka diku të rreth 10-12% palestinez. E qartë. Pra, është kolonializuar, këtu është gjithë problemi. Pra, në rast se ti nuk angazhohesh të ndalësh kolonializimin, atëherë çfarë mbetet nesër nga kjo që ti ke njohur? Pra, ti thjesht po legjitimon sot kolonializimin. Dritan, në West Bank paga shumë sa është popullsia? Po në West Bank popullsia është diku të rreth 3 milion e gjys. Dhe gjitha janë palestinez apo ka edhe... Janë palestinez totalisht, janë të gjithë palestinez. E qartë. Shiko, edhe pjesa tjetër, e gjithë kjo pjesë juve shihni, edhe këto pjesët që shihni, pjesa më e madhe, pra, këto pjesët e banuara këtu, që sot janë jeshile dhe i përkasin Izraelit, këto pjesët këtu që cila kanë dalë. Shiko, të jemi korrekt, të paktën Commonwealthi thotë këto janë safe for travel, nuk është janë përcaktuar si kufi territorial në kuptimin e... Këtu pra s'kemi kufi. Pra ti thua shtet po shtet. Ajo që po shikojmë them, që të jemi korrekt me hartën. Për këtë po them, pra s'ka kufi. Pra ti thua unë njoh një shtet. Po cilit janë kufit e këtij shteti që ti ke njohur? Pra kur shikoni kur u njoh Shqipëria nga vendet atëherë në 1926 u përcaktuan kufit, pa u ngrit një komision i posaçëm nga fuqitë e mëdha në ato në 1924, sepse nuk kishte OKB atëherë dhe ai komision erdhi për përcaktimin e kufive. Dhe pastaj një vend sot nuk ka asnjë tentativë të tillë, pra nuk ka në atë rezolutë që kanë bërë, nuk ka asnjë lloj shprehje që thotë që merret përsipër ngritja e komisionit posaçëm, pra nuk ka një komision. E qartë. Pra ti ke një shtet pa kufi, pra shteti është thjesht shtet Havane e njohim, po ti vazhdon kolonializimin. Dhe ky është legjitimimi i kolonializimit. Po duhet kemi gjë të ky kolonializimi. Pra kjo pjesa që është jeshile, kjo pjesa është edhe kjo pjesa këtu që shihni gjithë kjo pjesa se ka qenë pjesa e Gazës, ka qenë kjo dhe ka qenë deri këtu poshtë. Dhe gjitha kjo, aktualisht janë ata që Izraeli konsideron si arabo-izraelit. Ndërkohë ka arabo-izraelitët janë palestinez, po janë palestinez të konvertuar në çifut. Në Izrael, në hebrej. Në hebrej. Po. Pra janë arabo-palestinez, dhe kjo pjesë janë arabo-palestinez. Të gjitha këto qytete, të pikat e zeza që shihni këtu janë qytete. Duke nisur që nga ky qyteti këtu, ky këtu, gjitha këto këtu dhe këto vërtet janë të banuara me arabo-izraelit, po që janë palestinez të këtyre në izraelit. E qartë. Pra këtu dhe numri i këtyre është diku të rreth midis 2 milionë gjys dhe 3 milionë 200.000. Arabo-palestinez. Arabo-palestinez. E qartë. Izraelit. Pra që Izraeli njeh dhe i ka dhënë pasaportë dhe i quhen si qytetar të tij. Ndërsa gjithë atyre nuk i quhen qytetar të vet, ata janë qytetar dorëzi sepse jetojnë nëpër këto enklavat që shihni juve, që janë të rrethuara me mur. Pra në apartheid totalisht. Nuk do ta lejojmë, tha Netanyahu. Nuk do ta lejojmë shtetin e Palestinës. Nuk do ta lejoj sepse thash ideologjia zioniste është supremacia e tyre totale mbi këtë territor. Po kjo
Po thua që njohja që i bëjnë këto shtete nuk prodhon asgjë. Njohja që njohin këto shtete. Fjala vjen Britania. Britania është një nga shtetet që vetmja gjë që mund të bëj, pra, aktualisht nuk prodhon asgjë, realisht nuk prodhon asgjë në rast se nuk ndërmerren hapa të tjerë. Pra në rast se nuk i kërkohet Izraelit të ulet në bisedime për këtë, në rast se nuk tërhiqen ambasadorët, në rast se nuk bëhet presion diplomatik, në rast se nuk shkohet në ndërtimin e një komisioni ndërkombëtar për përcaktimin e kufive, po, sepse kemi një problem. Edhe shteti i Izraelit nuk ka kufi. Pra pa ata kufit që shihni me Jordanin, shteti i Izraelit nuk ka kushtetutë, dhe në kushtetutën dhe në ato që ka disa vendimarrje, parlamenti nuk i ka të përcaktuara kufit e vet. Dhe definimi i kufive në Palestinën e vitit 1947, pra përpara se në 48 është shpallur Izraeli, e ka obligim OKB-ja ta bëjë. OKB-ja ka njohur që në territorin palestinez është rezoluta 181 atëre. Dhe i ka dhënë në rezolutën 181, OKB-ja vendos atëre të jepte 40, pra këtë siç e shihni, pra të jepte 56% të territorit ja jepte Izraelit. Me rezolut 181. Okay. Por ama i është dhënë, por ama nuk janë definuar kufit. Nuk janë pra qoftë shtetit të Izraelit, qoftë të Palestinës. Nuk janë definuar ta kufi. Dhe në rast se do të mbetemi me atë rezolutë, në rast se do të kthehemi rezolutës 181, atëherë kufit Palestina do të jetë kjo. Ajo pjesa atje kjo këtu dhe kjo këtu. Po sërish do ta kemi të ndarë në tre. Po ndave në tre, ndarja legjitimon kolonializimin. Ndërkohë që e gjithë bota duhet të shkojë drejt vetëm një shteti, një shtet palestinez, dhe izraelitët jetojnë në këtë shtetin palestinez ashtu siç jetonin që kur filluan të vinin pas luftës, sepse ardhja e izraelitëve në drejtim Palestinës nuk ka nisur në 48-ën, ka nisur në 45-ën, ka nisur edhe më parë 45-ës. Pra, pothuajse për vitin 1937-38 ka nisur Anglia të çonte çifutët në atë kohë të sillte në Palestinë, e cilën e kishte territorin e vet. Dhe në rast se do të kthehemi në këta kufi të vitit 1947, pra këto duhet bashkuar, duhet dhe unë mendimi është duhet kthyer në këta kufi. Në Palestinën para vitit 2027, ku edhe izraelitët jetonin në këtë Palestinë. Para 1947-s. Para 1947-s, ku edhe izraelitët jetonin këtë, edhe të ardhurit izraelitë jetonin dhe kishin pasaporta palestineze. Çdo kush mund të hyjë sot në YouTube dhe të gjejë një video të vjetër të Golda Meir. Golda Meir ka qenë kryeministre e Palestinës në atë kohë në fillimet, edhe ajo thotë që kam jetuar në Palestinë dhe kam pasur pasaportë palestineze, pra isha qytetare palestineze. Izraelite po qytetare palestineze dhe jetonin shumë në rregull, derisa u fut ideja e zionizmit. Zionizmi solli këtë supremacinë që neve duhet kemi supremacinë mbi gjithë pjesën tjetër dhe filloi pastaj erdhi kjo dhe jemi në atë. Ku jemi sot dhe në këtë genocidin i cili vazhdon prej 1948-s. Ka filluar genocidi. Prandaj, ideja e paqes në vend është vetëm një shtet palestinez me izraelitët në të. Dakor, Dritan, të folëm për Rusin, tani Egjipti, Netanyahu ka akuzuar, regjia duhet kem aty edhe Times of Israel, ka akuzuar Kinën që po i fryn, le të themi, blokadës anti-izraelite. Si e vlerëson këtë koment? Është komentin e bëri në vizitën që ishte me Marco Rubion dhe e bëri edhe në krah të Marco Rubios atë vizitë, atë deklaratë. Dhe Marco Rubio nuk reagoi fare ndaj asaj deklarate, tregoi që ai e pranoi, por Marco Rubio nuk është ka ndonjë farë vlere, pra pavarësisht se ligjërisht është ministër i jashtëm, pra de jure është ministër i jashtëm i Shtetit Bashkuar të Amerikës, de facto nuk është ministër i saj jashtëm, pra. I Shtetit Bashkuar të Amerikës, ministri i jashtëm i saj de facto i Shtetit Bashkuar të Amerikës është negociatori që Trumpi ka vendosur dhe që lëviz lart e poshtë sa në Ukrainë, sa në Witkoff. Pra ai kryen detyrën reale të ministrit të jashtëm të Amerikës. Dhe kjo deklaratë e Netanyahut erdhi pikërisht 3 ditë përpara se Pakistani të nënshkruante një marrëveshje për mbrojtje me Saudin. Dhe duke qenë se Pakistani është aleati kryesor i Kinës. Egjipti është aleati kryesor ushtarak i Kinës. Pra të dyja këto vende kanë marrë teknologji ushtarake kineze dhe po modernizojnë komplet mbrojtjen e tyre me teknologji ushtarake kineze. Edhe Egjipti ka vendosur. Edhe Egjipti ka vendosur dhe tashmë Netanyahu ka vendosur që të çojë në një përplasje edhe më të thellë të Shtetit Bashkuar të Amerikës me Kinën, pra duke shluar këtë prallën që është Kina ajo që po paguan, është Kina ajo që po nxit protestat kundër, ndërkohë që pse e bën këtë? E para
për të çuar në një përplasje të Shtetit Bashkuar të Amerikës me Kinën në mënyrë që sepse ai e mban Kinën përgjegjëse për ndërhyrjen në lindjen e mesme dhe kryesisht e mban Kinën përgjegjëse sepse është Kina ajo cila ndërhyri midis Arabisë Saudite dhe Iranit dhe i bashkoi dhe vendosën lidhje diplomatike dhe tashmë janë bërë sërish miq, pasi ishin armiq. Është vërtet. Është Kina ajo që vendosi sërish ndërpreu luftën midis Arabisë Saudite dhe Yemenit, pra dhe Houthëve, dhe vendosi paqe midis tyre, duke dhënë mundësi Houthëve që të angazhohen tashmë totalisht në luftën kundër Izraelit. E qartë. Pra, Kina me veprimtarinë e saj politike dhe diplomatike në atë rajon ka cënuar interesat hegemoniste izraelite. Dhe po i cënon ato. Ndaj ata e shohin Kinën si problem dhe tash mundohen që Shtetet Bashkuara të Amerikës ti përplasin direkt me Kinën. Pra ashtu siç e përplasin me Iranin, ti përplasin edhe me Kinën. E para dhe e dyta duke thënë Kina të rreq vëmendje sepse pra është Kina që ndërkohë që protestat po dalin për shkak të genocidit, pra këta duan të thonë që nuk ka genocid, po janë të paguara protestat sepse Kina po e bën këtë sepse është kundra nesh. Është edhe ky si version. Vetëm kjo. Ndërkohë Dritan, pra shohim Kinën, shohim Rusinë, shohim vendet kryesore të Europës, thash përveç SBA-ve, pothuajse e gjithë bota edhe Kina është duke ndihmuar genocidin në Gaza, sepse edhe Kina bën biznes me Izraelin. Pra edhe Rusia bën biznes me Izraelin. Siç bën pjesat e Evropës. Në rast se të gjitha do ta ndalin biznesin, pra duke filluar që nga presioni ekonomik, që ndalim çdo lloj marrëdhënie ekonomike me shtetin e Izraelit, e para të ndalojë genocidin, e dyta të njohë shtetin e Palestinës në kufi të 67-s, atëherë po mund të themi që kemi diçka. Por të gjithë janë duke marrë pjesë në genocidin e popullit palestinez. Unë vazhdoj të më shoj idesë që pse nuk e shikojmë këtë si fillim, sepse thash gati e gjithë bota, SBA dhe Izraeli janë vetëm mund të jetë edhe si fillim. Pra mund të jetë edhe si fillim. Unë nuk e them, por për momentin është thjesht një gest simbolik. Nuk ka mundësi për të kthyer. Pra kemi një gest simbolik. Këtë gest nesër mund ta përdorësh si shkallë, mund ta përdorësh si trampolin, mund ta përdorësh si të duash. Por unë nuk jam, pra në veprimet e sotme të këtij globi, pra në veprimet e sotme të Bashkimit Evropian, në veprimet e sotme edhe të BRICS-it, pra të pjesës tjetër që janë ndar, nuk shoh një veprim të tyre në drejtim të kësaj gjëje. E qartë, ndërkohë shikojmë pak edhe në Itali, Dritan, se po i marrim gjitha shtetet, edhe në Itali duhet kemi regjia aty, edhe videot e protestave, kanë shpërthyer protestat për sa i përket situatës krijuar në Gaza. Pra, e marr Italinë si shembull, dhe ja ku janë pamjet, pamje që bën jehondje në gjithë paralizua gjithë Italia. Gjithë Italia është grev 24 orë me të paktën thuhet nëpër media. Pra është një situatë që një presion që sa vjen e rritet dhe këtë po them. Pikërisht. Kjo njohje në këtë lloj mënyre është shfryrje e këtij presioni, sepse nuk është vetëm Italia që ka protestuar, Belgjika, Hollanda, Franca, Spanja, gjitha vendet. Dhe tashmë, të gjitha këto qeveritë pro genocidit, pra qeveritë që po ndihmojnë Izraelin për të shfryrë edhe problemin e tyre të brendshëm, pra antiqeveritarë që kanë për shkak të përkrahjes që po japin Izraelit, automatikisht merret ky gest simbolik për të shfryrë edhe këtë gjë. Tashmë do shohim në rast se këto protesta do të vazhdojnë, domethënë që njerëzit nuk e kanë hëngër këtë tek dhe protestat do ta detyrojnë qeverinë të marrë këto veprime që u thatë. Pra, mund të marrin veprimet që neve diskutuam. Meloni vazhdon insistuese në rast se protestat ndalen, pra domethënë që njerëzit e kanë hëngër mashtrimin dhe shfryu gjithë kjo. Pra ja e njohëm protestat tuaja erdhën dhe ne e njohëm shtetin e Palestinës. Pra duhet të vazhdojnë protestat, duhet të vazhdojë lufta në Palestinë, duhet të vazhdojë lufta në Gaza dhe ajo të intensifikohet edhe në bregun perëndimor dhe të fillojë edhe atje në mënyrë që të arrihet drejt çlirimit. Çlirimi është zgjidhja. Ndërkohë, Dritan, që flitet për njohjet Palestinës, kemi një përpjekje të Trump për takuar vendet e lindjes e Ligës Arabe, le të themi vendet kryesore të Xhirit, për t'i treguar planin për sa i përket mundësisë për një, le të themi, për një armpushim apo për një paqe. Kemi Hamasin, i cili ka ofruar, i ka dërguar një letër Donald Trumpit ku i ka ofruar që do të lirojë gjysmën e penjve për një armpushim 60 ditor. Si shikon gjitha këto lëvizje në këtë panoramën e madhe dhe zhvillimeve të mëdha që po ndodhin? Mashtruese nga secila palë. Trumpi është duke bërë një lëvizje mashtruese në favor të Izraelit, për arsye se këtë ka kërkuar Netanyahu, duke qenë se të gjitha vendet islamike u mblodhen në Kair, në Doha, të Katarit. Po. U mblodhen të gjitha vendet islamike, jo vetëm arabe, po të gjitha vendet islamike. Dhe bën një rezolutë të përbashkët ku dënonin genocidin për herë të parë, të gjitha vendet islamike. Dhe tashmë çfarë bën? Trumpi po kërkon
ti ndaj vendet islamike nga vendet, pra të ndaj vendet arabe nga pjesa tjetër. Dhe në rast se thret vetëm vendet arabe, pra të Ligës Arabe, Irani mbetet jashtë, Jemeni mbetet jashtë, Turqia mbetet, Turqia është sunit, pra Turqia mbetet jashtë, se nuk janë arab. Pra Pakistani mbetet jashtë. Pra të gjitha këto vende që kanë fuqi dhe që po ndikonin në vendimarrjen e tyre në këtë, ne atëherë mbeten jashtë. Dhe po shkojnë drejt asaj ndarjes, pra gjithnjë këta mentaliteti kolonialist është të shkaktojmë ndarjen. Dritan, pra përçarja dhe ndarja në mënyrë që ta kenë më të kontrolluar. Dhe Trumpi ka më kollaj të kontrollojë vendet arabe se sa gjithë vendet muslimane. Pra po vendimin e Hamasit, pavarësisht sulmit që u bë në Doha për të vrarë udhëheqësit, ata nuk duan të largohen nga dialogu, duan të tregojnë vullnetin e tyre për një anëpushim. Se në rast se Hamasi do të kërkonte largimin nga dialogu, atëherë gjithë bota do të thënte do ta shfryzojmë këtë, shikoni, këta janë ata cilët nuk duan paqe, ndërkohë Hamasi po vazhdon të thotë që ne jemi për paqe, jemi edhe për dialog, por nuk do të thotë që fakti që ne bëjmë dialog të ndalim luftën. Pra ne jemi për dialog ndërkohë që vazhdojmë edhe luftën. Pra Hamasi kërkon të mbetet faktor politik, sepse në rast se Hamasi të rriqet nga dialogu, humbet edhe të qenit faktor politik. Pra Hamasi përveç që është faktor ushtarak në terren dhe shumë i rëndësishëm aktualisht, pasi ka ngritur gjithë botën, po e bëjnë gjithë këto veprime, vetëm që Hamasi të zhduket, pra të mos ketë fuqi Hamasi. Edhe njoja që bën tash këto vende për Palestinën, njohin Palestinën dhe autoritetin palestinez. Po asnjë nuk e njeh Hamasin, ndërkohë që faktori kryesor është Hamasi, nuk është në autoritetin palestinez, por këta duan të ringrejnë pa autoritetin palestinez, i cili është një autoritet quisling në Palestinë, asgjë më tepër. Është kthyer në qeveri në qeverisje quislinge dhe Hamasi në rast se Hamasi do të hiqte dorë nga çdo lloj dialogu i ofruar nga çdo kush, humbet relevancën e tij politike, prandaj duhet patjetër ta mbajë këtë qendrim. Pse është kaq i rëndësishëm për Hamasin një anëpushim 60 ditor Dritan? Shiko, duhet kemi që parasysh Hamasi është duke luftuar gjatë gjithë kohës në rrethim, ka 2 vjet që lufton, dhe po reziston. Askujt nuk e kishte marrë mendja që një organizatë si Hamasi do të mund t'i jepte Izraelit të kokçari, pra Izraeli, i cili mbahet si nga dhe ka qenë një nga ushtrit më të forta në rajon me Mbështetjen e Shtetit Bashkuar të Amerikës dhe tashmë është një ushtri mercenare totalisht, e kthyer një ushtri mercenare dhe po lufton me armatimin dhe me gjithçka amerikane, sepse nuk ka Hamasi gjë të vetëm, ai ka mbaruar gjithat vetat, dhe sërish Hamasi po reziston. Normalisht edhe kjo rezistencë e Hamasit ka kosto të lartë njerëzore për ta dhe edhe kosto materiale, sepse normalisht duke qenë në rrethim total nuk është aq e vështirë të marrësh materiale. Nuk është aq e lehtë që ti të marrësh materiale dhe të vazhdosh. Prandaj i duhet për të liruar në momentin që arrihet ky anëpushim. E para i duhet me anëpushimin të ndalet vdekjet që po ndodhin për shkak të urisë, sepse në rast se ndodh anëpushimi, atë do të hyjnë organizatat e OGB-s, të cilat do të fillojnë të shpëndajnë dhe në rast se Hamasi arrin kësaj, pra populli do shohë Hamasin edhe si një shpëtimtar